Hamdi takon Allahu Gjeleshanuhu, salavatet qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Gjematin dërum, Allahu Gjeleshanuhu prej natyrës së njerëzve, po edhe në përgjithësi çdo send, është se Allahu e krijoi në çift. Dhe Allahu Gjeleshanuhu e boni edhe njeriun që të jetë në çift, pra në mashkull dhe femër. Dhe e bëri ligj natyror, po edhe obligim fetar që buri me gruan të martohen dhe të kenë nikah në mes tyre. Para martesës i paraprin fejesa. Dhe xhamat desha pak të ndërlidhem të çështja e fejesës. Se shpesh ne si xhallar konfrontohemi dhe ballafaqohemi me situata të pakëndshme nga njerëzit të cilët i ngatrojnë punët e pastaj mundohen të gjejnë zgjidhjet e hoxha, ama vetëm se mo kur nuk kanë lanë asni udhë për rrugdalje, atëherë shkojnë të hoxha. Thot kur ti mo nuk kje mundësi t'ju gjenjsh dhe një rrugdalje. Kur janë ngatru krejta rrugët, e atëherë hoxhët ashtë në nxjerr pi situate. E atëherë pak edhe për xhallar të shranë të veprojnë në si situata. Prandaj xhamat, është mirë disa sende t'i dim para prakisht. Çështja e fejesës xhamat, duhet ta dije çdo i ri, po edhe çdo prind i cili e marton dhe e fejon djalin ose vajzën, se fejesa është vetëm një premtim, nuk është ndonjë rregullore, ndonjë ligj i cili obligon pasoja të domosdoshme në mes dy palëve. Në këtë situatë, tash i riu dhe e reja, pa kur një farë kontrole, dalin pse janë të fejum, duke mos pasur mahrem me vete. Dalin në mes vete si kur janë burë e grue, edhe pse në fejes ata janë të huj për njani tjetrin. I fejumi, me të fejumën, deri në disa s'kajnë një qa xhamat, deri sa nuk është shkrujt një qahu, ata janë të huj për njani tjetrin. Po ne kemi në plan të martofmi, e kije në plan të martosh, nuk i dihet deri në fund çka ndodh. Pra, këshill deri te prindët. Vajza u ka feju, ndash në dale. Ku e le të dale vajzën? Ku shkon vajza? Me ka shkon vajza? Po të fejumin, çka e ka të fejumin? Thot nuk kanë kur një farë lidhja ata. As gjë nuk i bën ata të lejun për njëri tjetrin. Janë ndalun për njëri tjetrin deri në kontratën e nikahit. Kështu që mos bëjmë xhamat veprime që pastaj mund të kese pasoja shumë të rënda mbas. Baba si bab, me babën e vajzës, edhe baba i djalit, duhet hunxën dhe t'i bisedojnë prezencën e tuti fëmijëve. Kjo punë, ose të bëhet nikah, ose në fejes, dalje shkume, nuk ka. Këtë duhet t'a definojnë prindët. Ama prindët, e ka gjetë një usos puna. Ashtë ne dalin, trijon. Po, ama mase kur të plasin problemet, mule hoxha, e ja hoxha që e sot po të kalzoj. Thot mos i ngatro punët që mas edhe unë mos mund të ta progdalje. Thot, ata di, të fejumit nuk janë asgja me njëni tjetrin në aspektin ligjor fetar. Ata janë të huj deri në momentin e nikahit. Duhet ta bëjmë dallim xhamat, çka është fejes, çka është nikah. Ne ndonjëherë bëjmë nikah, a sillmi sikur janë fejes. Disa bëjnë fejes, sillen sikur janë në martesë. Do thot i kemi bë krejt si na vin ma lehtë, si na vin ma mirë. Ama nuk kanë rregull xhamat. Dhe ka dikundi ngatrohet punat ndryshe, tash për shembull ai fejumi mundohet hala pa bën nikah, ti vendoje rregulla vajzë. Tash nisën ti kallzoje kanune, pak të kallzoje burnillok, thot ti thot ki e ta lan shkollën. Ai qetri për shembull ka të fejumën punë, thot ti do lansh punën. Ai qetri e ka ndonjë obligim tjetër, thot jo, do lansh studimin. Ku e di unë çka? Janë dalën. Edhe hala pa u bë martesë, ato prishet fejesa. Të shprishet fejesa se s'kajnë asnjë që s'kan bë as kur gjë. Kanë ndonjë një 6 muaj për shembull fejesë, ne kemi merak tash ka një 3-4 vjet përpara, do thot fejesa bëhet. Sot fejesë pas 4 vjetëve martesa. Do thot çishit kanune, çka nuk çesim ne. E xhamat, tash ai djali thot leje punën, dhe ajo e lën, leje shkollën, ajo e lën. Edhe hala pa u bë nikahi prishën. E tash kur prishën, ki baba i vajzës thot, ma ka dëmtu vajzën. Ja ka hub shkollën, ja ka hub punën, kjo për atë e kalon punën, tash
çka të boje? Pse e la punën për atë? Pse e la shkollën për atë? Kush është ai fejumi t'i kallëzoje kësaj, çka të boje derisa nuk ka ardhur në shtëpinë e vet? Xhamat, duhet të gjana t'i dim. Edhe djemt duhet t'i din, po edhe baballarët e vajzave duhet t'i din. I fejumi nuk ka kur një far autoriteti mbi vajzën. Derisa vajza nuk ka shku te shtëpia e burrit. Derisa vajza është shtëpinë e babës vet. Ti s'ke drejt asaj ti thush dhe lash punën. Ti s'ke drejt asaj ti thosh da lash shkollën. Ti dhe bësh këtë, dhe bësh ti si e kërkushi për atë. Derisa nuk është bë, do thot, martesa. E në moment kur vajza kalon prej të shtëpia e babës, të shtëpia e burrit, atëherë jeni burrë e gruaje, atëherë merrni vesh ndërmjet njëri tjetrit se si do vazhdoj jetë. Ama hala ajo në shtëpinë e babës, ti leje punën, leje shkollën, prishet fejesa mase kompenzim. Duhet mi jape 20.000 euro se ma ka qitë vajzën pi shkolle, duhet mi jape qka shpare, hajt pazarllëk në do bëjmë tash. Xhamat, prandaj duhet docente mos me ingatru vetë. Se vetë ingatrujmë, mase kur të ndodhin, lipan burin meher a gjë, kujti qka, a i qetri thot paguj me atë darsman, a i qetri thot paguj me restoranin, kujti unë qfar kaj të shesin njerësi. Qishit ligje, qishit kanune, si cili qka im te këtë lipan. Xhamat, duhet jemi dvëmendshëm dhe mos bëjmë kësi gabime, sepse që kështu të lëshu pej, do thot edhe trit janë lazru shumë, edhe trit kanë dalë pesh, si cili, ajde, bon qka të doje, duhet t'i dim xhamat. Do thot, derisa nuk është bo martesa, bot një qahi, dhe tradit është, edhe tradit islame, po edhe të ne ka qenë tradit, bot një qahi, vajza duhet kaloj të shtëpia e burrit më. Të ne bot një qatë 3 vjetë rinë të shtëpia e babës. Çfarë martesë është? Një qahi do thot martesë. Ajo u ka martu, a rinë të shtëpia e babës. Me ka u ka martu. Si u bon një qahë, vajza këtu të shtëpia e babës, buri qetër kund. Dhe të bëhet një qahi edhe u kry më puna. Një qahi, moment që bëhet, duhet nisë dhe thot të mendoj që vajza më të shkoje të kaloje, të ne për para tentën për shembull u ka bo, një qahi, djellën u ka bo darsma, 3-4 ditë s'ka pas ndërmjet. Tash 3-4 vjetë. Dhe ata njoftohen, dalin, hecin, hala pa ardh ditë e darsma s'prishën. Pse? Po që kështu si ti zgjatish sendën, kështu si ti vonojsh sendën. Prandaj xhamat, duhet me pas kujdes pak edhe trit, mos me lip shumë kajde, po edhe prindët, atë vajzën që e kije, mos mendo se e kije mall për ta fuk, të vinje kujti kujtohet, po e të fejum, po shka so është i fejum? Nesër tale, çka do bësh? Prandaj duhet me vëndu pak principe. Po edhe atë vajzën tonë dhe pa boje tërbije, edhe asoj vajzës thuj pak dhe të kallëzoje mençuri. Jo, hajtë se më ka thonë mule si me kanë qorën. Ka thonë dhe tash me thonë i fejumi fukun vardar t'i këce. Çka se të ka thonë? Ti duhet t'i dish pak disa sende. Duhet vajza pak disiplinohet. Jo, pse i ka thonë i fejumi tash më ketë dilane, po ka da se nesër t'le, edhe çka bëhet? Çka nëse s'tmeraj? Çka nëse s'vin deri te darsma? Kretat sakrificë çka e ke bëu për atë djalë shkojnë ujë. Dhe atëherë kush i ka fajt? Atëherë hoxhat ne rregullojmë. Si do të rregullojë hoxha? Prandaj xhamat duhet të disiplinojmë evladët tonë. Ai që ka djalë për martesë, ti fole pak djalit. Ai që ka vajzë për martesë, ti fole pak vajzës. Po edhe ndërmjet veti pak bomat mençët jo të bëjnë sende, të cilët kajnë pastaj pasoja, në fund nuk di masaj edhe si me izgjedh, inshallah Allahu Teala ne bën të mundshme xhamat që të kemi martesat shëndosha, që martesat të ndërtohen mbi bazë të shëndoshme, që janë nisë me halal, jo janë nisin me haram xhamat. Hala në fejes, ndoshta shkojnë ajo zina quhet. Ato nëse s'kajnë një qatë, dalin edhe bëjnë aktin tim ajo zina quhet. Po në të fejum, çka? Te zina është ajo. Baba ke qef, ka dalë me të fejumin, 12 natës ja bie vajzën të shku. Ku shkoje? Pse e ke lanë? Pse me fejes? Çka do të thotë ai? Çka nëse nesër të bie një fëmijë dhe ai talent? Ku shkon ai fëmia? Xhamat shumë jemi bë liberal, shumë angles jemi bë. Duhet pak me shtrëngu disa sende. Do punë duhet pak me ju vu kufi. I kemi hek këtë kufint. Jemi bë Evropska Unia pa kufi. Çka dojnë e bëjnë? Xhamat duhet pak disa kufi me i vu, prindët sidomos duhet të jenë kujdes, sidomos te vajzat, që mos me leju se nesër bëhen do probleme që do lipin zgjidhje ama rëndë është zgjidhja. Ibadallah, aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum.